Pjesa e Greqisë në tregun global të turizmit vlerësohet në 2.5% sipas një studimi nga Banka Kombëtare e Greqisë. Greqia pozicionohet në 5 vendet e para me rritjen më të madhe të pjesës së tregut në dekadën e fundit. Në shifra absolute, mbërritjet ndërkombëtare u rritën me afërsisht 13 milionë udhëtar në dekadën e fundit. Studimi tregon se ky zhvillim është rezultati 3 faktorëve kryesor. 40% e rritjes shpjegohet me rritjen e turizmit në mbar botën, 20% vjen nga rritja e kërkesave në rajonin e Mesdheut si destinacion turistik, ndërsa 40% tjetër është për shkak të përmirësimit të produktit turistik vendas. Performanca e shkëlqyer e Greqisë u bazua kryesisht në përmirësimin e cilësisë së hoteleve dhe forcimin e lidhjeve ajrore. Megjithatë, ruajtja e këtij momenti nuk është e garantuar në një epokë konkurrence më të fortë nga vendet e rajonit si Turqia, Shqipëria, Egjipti, Maroku dhe Tunizia. Përparësitë e Greqisë në këtë mjedis përfshin lidhjen me tregjet e zhvilluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tregjet e largëta në zhvillim si Kina dhe India, por dhe uljen e sezonalitetit të turizmit grek, me verën që përfaqëson 50% të mbërritjeve krahasuar me 53% 5 vite më parë. Për të forcuar më tej produktin turistik, propozohet nxitja në 2 drejtime: nxjerrja në pa e thesareve të fshehura të vendit, duke promovuar destinacione alternative, por dhe duke i kthyer investimet në infrastrukturën bazë në nivelet e parakrizës, në mënyrë që ato të ecin në ritmin me investimet në produktin turistik. Të ardhurat totale nga turizmi për 10 muaj arritën në 22.4 miliardë euro nga 35.3 milionë udhëtar, sipas të dhënave të Bankës së Greqisë. Shumica e turistëve erdhën nga Gjermania me mbërritje që arritën në 5.7 milion, ndërsa shpenzimet e tyre në Greqi tejkaluan 3.6 miliardë euro. Britanikët dolën në vendin e dytë me pothuajse 4.7 milion turistë dhe shpenzime që tejkaluan 3.5 miliardë euro. Turistët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijuan rritjen, duke shkuar në 1.4 milion dhe shpenzuar gjithsej më shumë se 1.5 miliardë euro. Nga ana tjetër, mbërritjet e udhëtarëve nga Franca eran pak, duke arritur në 1.9 milion euro dhe shpenzuar 1.3 miliardë euro.